Ekzistojnë disa instrumente ku shqiptarët mund të investojnë parat e tyre, një ndër to edhe tituj qeveritar. Pavarësisht se bonat e thesari dhe obligacionet janë instrumente me risk të ulët, shqiptarët vijojnë të mos shfaqin shumë interes për t'i përdorur. Sipas autoritetit të mbikëqyrjes financiare, në tremujorin e parë të 2026 janë kryer në total 2370 transaksione nga individët në tregun primar të titujve të qeverisë, me një rënje prej rreth 18% krahasuar me tremujorin e parë 2025, kur totali i tyre ishte 2876. Një ulje e tillë e numrit të transaksioneve është shoqëruar dhe me uljen e volumit të parave të investuara në bona thesari e obligacione të qeverisë nga qytetarët. Individët kanë blerë në tregun primar, pra nga blerjet direkte për herë të parë të titujve qeveritar përmes ankandeve të organizuara nga Banka e Shqipërisë, rreth 7.8 miliard lek letra me vlerë të qeverisë. Rënja është 15% krahasuar me tremujorin e parë të 2025-s, kur totali investimeve nga individët ishte 9.3 miliard lek. Nga ana tjetër, vëllimi i tregut sekondar të titujve të qeverisë të realizuar jashtë burse, i cili përfshin shitjen e titujve ndërmjet bankave, fondeve dhe investitorëve të tjerë individual, pasi janë blerë fillimisht nga Banka e Shqipërisë dhe para përfundimit të afatit të tyre, u dominua në masën 48% nga transaksionet në instrumente afatgjat, pra obligacione, dhe 52% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër, bono thesari. Parë nga konvërshtrimi i numrit të transaksioneve, 85% e tyre në tregun sekondar të titujve të qeverisë jashtë burse i takojnë natyrë të kryera në bono thesari. Pjesëmarrja në tregun sekondar dominohet nga investitorët individual, të cilët kryejnë 98% të gjitha transaksioneve në këtë treg. Bonot dhe thesarit janë instrumente financiare afatshkurtër me maturim 3, 6 dhe 12 mujor, ndërsa obligacionet janë instrumente me maturitet afatmesëm dhe afatgjat. Për të investuar në bono thesari dhe obligacione, qytetarët mund të marrin pjesë në mënyrë direkte në ankande të Bankës së Shqipërisë, ose të investojnë në mënyrë indirekte përmes fondeve të investimeve, të pensioneve dhe institucioneve të tjera të autorizuara për investim në këto instrumente.